Trimbi trima gjergjo kastrioti, fuqit madhe që mi dhan ka Zoti. Se djeg flaka e se djeg baroti, shpata e ti than malin dyshe qa. Gjergjo Skënderbej drangoi, krahu yto gjithni përforcohet, gjithë ku janë armiq do I shparose, lavdi yto brez pas brez ju knofte. Familjon është të zi, nona marikon, e të nisi me ton, isma që mali e kitë në for. Unë I me dita e famuj, të to I lazi. Gëzuar ditën e flamurit gjithve juve. Mirë se ju gjetim, të fala nga gjithë të bresht nga Italia. Ne jema grupi Kreshniket I Liris nga një vend që quhet Shën Benedetti Ullan, San Benedetto Ullano thonë në Itali. Këtu edhe reprezendojmë gjithë arbresht, nuk jem vetë vend I vogël ton. Jem këtu kem shumë, na thom hare në fjallë arbresht. Me kënaqësi se na bët këftez e jem shumë me nder se jem këtu me ju, me gjakun jo. Bëjmë një këngë tani që është një këngë që fjet nga arbresht, një këngë modern. E shkruajti një burë që sëritej Alfio Moqa, që nga shma, Diki Kapak, e ish nga vendi jonë. Sot us gjova.
ju ma shkuan e ki muliri vjetër e në sotë pjuan shurben në natë dit në margeshesh shurben në vet me njesër të evertesh njero shtrondofia ju lëzon Andreshe ki u kalilë jetënon me shokët të luftoj me shumë fuki me shqiperin të zëmër e ngësi Unë ngaroj dua ta luftoj e vaheve të ndonjo ahare e vaheve të ndonjo Kjo këngë nga kish, sa të thonja ndonjë fjalë, se e njihni gjithë. Tani, bëjmë një këngë që nga dini ma vjen nga vendi jonë, është kënga me njohur në gjithë jetën, e është Lule Lule, që u le si një poezi, si vjersh, kishë titull Kuvat e Moti. U le shumë në ditë, u le të këvendi jonë. Pastaj shkoj si një
një këngë me muzikë, me kitarë, me më instrumente. Tani na e bëjmë me shumë kënaqësi se vjen nga na. Duam sa tek noni me ne. Tani mbyllim me një këngë nga Shën Benedikti, që vjet edhe nga vendi jon, se na jem një vend I vogël, ma ka shumë që shkrojnë kënga edhe bëjnë kërcime. Falenderojnë gjithëve juve për ftesën, jem këtu, shihem pastaj. Tani vjen kënga më parë. Ej, magazongi zdjęła
Faleminderit. Qoj selam o sultan e muhrati, ta në shtrinë të ma boni gati, Nere kohmanë të në dervish pashës, të tadir mato ke kuri vashës, s'kene derbe unë nga kuri vashës. I qanë selam me nere dervish pashës, vojnë të qoj të bore, se në Shqipëni o I kanë hazëvore. Ky sultani një vetëm zije, s'ja pret shpata he në Shqipëni, s'ja pret shpata as gjyrje topit, para shpatës që kastriotit, ky sultani me betër sa marnej, s'na gjami e pa falak shonej, nuk na lutje pa I pozotit, me shdokratën e kastriotit. Na unisë lufta, na unisë betejja, po shkëndrima po si rofeja, dhonët e gjergji to shesin gatë, dy në trimi o petën me shpatë, s'kene derbe u me shpatën e dore. Malet tona dërrojnë gjithmone, kanë me hik o përsi zagari, la me zhak o plejdi shqiptari. More ku vendojshin, dizosh moli, historine, një po shqiptari. O historine, një po shqiptari, primerino, s'mojnë që mojnit. Patriotin, oj abëllëte, ishën ternipi, s'kem dërmbëlte. More me këto prima luftosh majli, veç o te drejta ta që na I fali. Një filamuri ku që zime, more ku që mani flamurin dor, s'mojno që mani gritin vlor.
Faleminderit gëzuar urimet të gjithëve. Se që foli zemëra trupit, e I tha në vesh sa fjall, e lirë në sa jeton, robëri nuk e duron, si shqiponjë ti fluturon. Qak I pastër I Skënder Beu se haron do vendin e vet. Të ke prah të fluturoj, pikat
Në balë të arbrit shëndrit për jet, data ku që 28 e në ndorit të historis, ditë madhe e pavarësis, shumë derim gjithmonë kësaj dite, jetë gjatë flau muri Shqipes. O flamura i adheute, vrush i zemrës të Skënderbeute, kur dëvëlvit ty flahdi mali, shohim dorën e Ismail Qemalit, beti pena e Naimi, flak në dëmti oj Poletini. Qi shqiptarë zemër lirie, në përbreza të mbajtën gjie, zemrën gjakun o ta kanë dhënë, për lirie, për vatan, ilis brezat, besa e buri, nali Shqipjan bot të flamuri.
linjat flamur Perëndia me dorë të veta i e ka shkru. Për shqiptarë do t'jetë Shqipnia, kush u prek, ai qoftë mallku. Skënderbek, rangu i motshëm, prije prap një herë ushtërinë, e shif në ditë të sotshme, tek liroje shqiptarin. Gëzuar 28 nëntorin dhe mirë se vini në karanën tonë të dashur. Të nderuar mysafir që keni ardhur sot këtu të festojmë bashkë me ne. Mirë se vini në fshatin më lindor të Shqipërisë prej vërteti, fshatin Garan. Pa humbur kohë do të ftoj historianin Dardan Emini për të paraqitur me një kumtes të shkurtër historike mbi figurën e Gjergj Kastriotit Skënderbeut. Dardan? I nderuar Këshill Organizativ i kësaj dite madhështore, të nderuar ju gjaku jon arbëresh ashtu si që quante Jeronim Derana, i nderuar veprimtar i çështjes kombëtare dhe një herazi kryetari i Bashkimit Demokratik për Integrim Zoti Ali Ahmeti. Të nderuar të pranishëm, me nderim më të veçantë ju drejtohem në këto çaste, të cilat do të mbeten ngjarje historike në kujtesën tonë kombëtare. Vendosja e monumentit të atit të kombit tonë, herojt tonë kombëtar Gjergj Kastrioti Skënderbeu. Sot shënojmë një datë të shenjtë për qenjen tonë shqiptare, 28 nëntorin, ditën që lidhet drejt për drejt me 28 nëntorin e vitit 1443, ku në udhëheqjen e Skënderbeut në muret e Krujës u ngrit flamuri i Kastriotëve. Me këtë akt nis epopeja skënderbekiane, që do të shëndriste shekujt që pasuan. Jetëshkruesit e herojt, Barleti, Biçikemi, Muzaka, Frëngu, si dhe historian e kronikan të të huaj, si Filelfo, Potani e Halko Komdili, një zëri dëshmojnë origjinën arbërore të Skënderbeut dhe vendosjen e familjes së Kastriotëve në traditën feudale të arbërisë. Ata e përshkruajnë strukturën familjare, zotrimet territoriale dhe përmendin ndër të tjera edhe emrin e Kërçovës si pjesë e zotrimeve të Gjon Kastriotit, atit të Skënderbeut. Beslidhja e Lezhës përbën modelin më të arrir të organizimit politik, ushtarak dhe ekonomik arbëror. Ajo u udeua nga Skënderbeu dhe u përkrah nga familjet më fisnike të kohës, Arianitët, Topijajt, Dugagjinasit, Gropajt e të tjerë. Vendimet e kuvendit të Lezhës patë rëndësi të jashtëzakonshme duke krijuar, sipas traditave tona të lashta, një bashkim, një lloj federate që kishte si qëllim luftën e përbashkët kundër pushtuesit të huaj deri në çlirimin e plotë të vendit. Ky proces bashkimi i panjohur më parë në këtë formë solli një kthes vendimtare dhe hapi rrugën e zhvillimit të vrrullshëm të bashkimit politik dhe shpirtëror të banorëve të krahinave të ndryshme shqiptare. Burimet historike dëshmojnë mbi 20 betejë të ushtrisë së Beslidhjes së Lezhës nën komandën e Gjergj Kastriotit, kundër fuqisë së madhe osmane, shpesh të drejtuara personalisht nga Sultan Murati II dhe Mehmeti II, beteja që përfunduan me fitore të lavdyshme. Ndërto, beteja tek ujët e bardhë, e njohur ndryshe si Albulena, e shtatorit të vitit 1457, shënon kulmin e lavdis, ku rreth 30.000 trupa osmane u shpartalluan dhe 18 oficer të lartë osman u vranë.
Për këtë fitore, në dhjetor të po ati viti, Skënderbeu do të dekorohet me titullin më të lartë nga vetë Papa Kaliksi III. Farkëtimi i identitetit shqiptar, gjatë veprimtarisë së herojt, shihet qartë medalje në dritë të dokumentit të parë në gjuhën shqipe, i vitit 1462, sakramenti i pagëzimit, hartuan nga bashkëpunëtori i ngushtë i Skënderbeut, Pal Angeli. Ky dokument dëshmon se gjatë mbretërimit të Skënderbeut po lindenin filizat e para të shkrimit të Shqipes dhe të emancipimit kulturor të shqiptarëve. Një ndër arritjet më të mëdha të luftës anti-osmane ishte forcimi i unitetit të shqiptarëve, pa dallime fetare e krahinore. Legjendat, tregimet dhe këngët popullore për Skënderbeun të ruajtura ndër shqiptarët katolik, ortodoks e musliman janë dëshmi e gjallë e këtij uniteti. Me qëndresën e tyre shembullore, shqiptarët penguan depërtimin e ushtrive osmane drejt Evropës perëndimore dhe kontribuan në mbrojtjen dhe përparimin e qytetërimit evropian. Kjo u pasqyrua më vonë në botimin e 10 veprave historike e letrare kushtuar Skënderbeut dhe epopesë së tij. Me kalimin e shekujve, figura e Skënderbeut vazhdon të qëndrojë e paprekur në Olimpin e Lavdis, si shembulli më i lartë i qëndresës, mençurisë dhe vizionit kombëtar. Qoftë e bekuar kjo ditë, qofshin të bekuar nëntorët e lavdishëm të kombit tonë shqiptare. Ju faleminderit. Faleminderit Dardan. Në vazhdim ftoj kryetarin e Këshillit inicius, i cili është kujdesur për mbarvajtjen e të gjithë këtij projekti, të vijë dhe të ndajë disa falënderime dhe mirënjohje. Ftoj Valbon Aliun. Valbon, i cili me këtë rast do të përshëndesi me 2 fjalë. Zonja dhe zotri, mirdita dhe mirë se keni ardhur. Në emër të Këshillit Organizativ ju falenderoj, në emër Këshillit Organizativ ju falenderoj për pjesëmarrjen, gjithashtu falenderoj media që janë prezente dhe ata që na kanë mbështetur në këtë rrugtim. Falenderoj të gjithë bashkëtarët për mbështetjen e tyre në realizimin e këtij projekti për fshatin dhe me karakter kombëtar. Dhe e them me plot gojë që jam krenar për fshatin tim. Gjithashtu falenderoj shoqatën nga Rana në Zvicër dhe shoqatën nga Rana në Shtetet e Bashkuara të Amerikës për mbështetjen dhe kontributin në këtë projekt dhe të gjithë përgjimtarët kudo që janë pa dallim. Edhe pse jemi një fshat i vogël, por me organizim, bashkëpunim, mund të arrijmë gjëra të mëdha. Dhe sot jemi fshati i parë me monumentin e kryeherojt Gjergj Kastrioti Skënderbeu në të gjitha trojet shqiptare. Dhe uroj që kjo të jetë frymëzim për të gjithë shqiptarët në Maqedoninë e Veriut. Ne shqiptarë jemi krenar që kemi një figurë kombëtare si Gjergj Kastrioti Skënderbeu. Nuk kemi vetëm një ereu, por kemi një shembull që na mësoj ABC-n e dashurisë. Si udhëhiqet me vizion, si fitohet liria, si çlirohet adheu. Dhe na tregoi qartë se e vetmja urë dhe i vetmi vend për ne shqiptarët është vendi evropian. Faleminderit dhe gëzuar festën e 28 nëntorit. Dhe tani, më lejoni që në emër të Këshillit Organizativ të ndajmë disa mirënjohje dhe faleminderime, të cilët të ndajmë nga kryetari i Këshillit Organizativ. Ftoj
përfaqësuesin ose sekretarin e shoqatës Garana e Bashkuar në Amerikë që të marrë një mirënjohje. Nuk thonë kotë në pau nënë, mos ke frikë se ke tjemp në Amerikë. Ftoj kryetarin e shoqatës humanitare Garana në Zvicër Fajkelezin të marri mirënjohje. Hajde doktor. Faleminderit doktor. Ftoj përfaqësuesin e rinis fshatit Garan, cilët kanë qenë prekullueshëm dhe kanë qenë gjatë gjithë kohës këtu, ftoj Nebi Thaçin. Dhe në emër të Këshillit Organizativ ftoj Fazli Aliun të vitë marri mirënjohje. Faleminderit, Fazli. Dhe s'do mend që ne kemi rënë gjithë dakord me që se ndihmesa dhe kontributi është i të gjithëve të barabartë, sepse kjo vepër monumentale nuk është rritur kaq lehtë. Sigurisht që janë angazhuar shumë njerëz, ka të gjithë fshati dhe jashta këtij në mirënjohje dhe falënderimet kemi ende më shumë, por do t'ua dërgojmë dhe do t'japim pas manifestimit ose do t'ua dërgojmë deri në shtëpitë e tyre. Por ne kemi vendosur që të veçojmë 3 personalitete të cilët kanë qenë vërtet motori i kësaj. Ftoj Bajram Ibrahimin, aktivist në Amerikë, një motor i vërtet për të realizuar këtë projekt të marrë mirënjohje. Faleminderit. Bali është nga fisi Muzakajve. Pali Muzakaj. Dhe ftoj në vazhdim ideatorin e shtëpisë së bashkisë lokale, cili ka dhënë kontribut gjithashtu Mefail Ibishin. Gjakail. Dhe në vazhdim ftoj tifozin më të zjarrt dhe ideatorin dhe shtytësin Bali Koçi për monumentin e Skënderbeut të vitë marrë mirënjohje. Bali, i cili ka punuar që qikos edhe në shi, edhe në port, edhe në fund e ka realizuar. Bali dëshiro për realitet, realizuar. Zonja dhe zotërin, kemi nderin që në mesin ton të gjendet stërnipi i Gjergj Kastriotit Skënderbeut, Loris Kastriotit, ta përshëndesim me një dorë të kitje, dhe e ftoj që të marrë një mirënjohje. Loris.
Zonjë dhe zotërinë, mesin tonë është edhe komandanti i përgjithshëm justisht lirimtare kombëtare dhe i pathyeshmi Ali Ahmeti. Eftoj që të marrë një mëje dhe të në të gjatë në diskasinë të këta. Ali Ahmetin që të ketë një fjalë për shëndetësi. Vëllezër e motra, ky nëntor i Skënderbeut sot është i mrekullueshëm gjithandej. Festohet në Vlorë, festohet në Prekas, festohet në Prishtinë, në Prizren shpaloset shtatorja Tahir Sinan. Por ky nëntor më bukur festohet sot në Garan, sepse këtu Skënderbeu ka peshën shumë më të madhe se në çdo vend tjetër, sepse vendoset pikërisht mu në trullin e zhuritur për liri, dhe sot po gëzohen e i gëzohen të gjithë të ranët për liri të këtij trulli. Shekujt e fundit. Ale të zeza gjithandej ka patur, sepse për herë 300 kojshi kemi pasur. E gjithmonë kem luftu e punu që t'jetojmë lirë në tokën tonë, në tokën e Skënderbeut, Gjergj Kastriot. Për 500 vjet na ka trimëru. Për 500 vjet e kemi ruajtur trungun e arbrit dhe gjakun e shqiptarit. Prandaj, nderuar vëllezër e motra, merita u takon luftarëve të lirisë, merita i takon ushtrisë çlirimtare të Kosovës, ushtrisë çlirimtare kombëtare, që festa e pavarësisë dhe e flamurit gjithandej me krenari, si të valvitet, ashtu edhe të kujtohet dhe të festohet. Merita ju takon atyre që dhanë më të shtrejtën jetën. Sot ka ditëlindjen Adem Jashari. Sot shpaloset në qendër të Prizrenit shtatorja e Tahir Sinan. I merituar në 3 luftra, gjakun e la e derdhi për lirin ton, mu në rrës të Koratit. Prandaj sot, përveç që festojmë, e gëzojmë për flamurin ton kombëtar. Gëzojmë dhe kujtojmë të gjithë të rënët atletar e patriot që nga Skënderbeu e deri tek Adem Jashari
me të gjithë Tiranët për liri e barazi. Lavdi të gjithë Tiranëve për liri. Faleminderit. Atëherë komandant, gjatë luftës së 2001-shit, fshati jonë erdhën 4 luftëtarë që të bashkangjiten në atë rrugtim që ti kishe, dhe me 10 dhe qindra të tjerë sigurisht të gatshëm kurdo që ti diftoje. Prandaj, ne si Garanas sot kemi nderin dhe duam që atyre të 4 luftëtarëve të ushtrisë lirimtare të kombëtare të ndajmë nga një plaketë dhe kemi nderin që atë në emrin ton ta ndani ju. Ftoj Jusuf Bajramin, Stil Mezirin, Refat Jusufin dhe Dulcin Bejserin për të marrë plakatën. Të nderuar të pranishëm, përpara se bëhet zbulimi i monumentit të Skënderbeut, ne do të ngrejmë flamurin kombëtar i cili do të jetë gjithmonë në krahun gjatë të Skënderbeut gjatë gjithë kohës, dhe për të ngritur këtë flamur ftoj stërnipin e Skënderbeut, Loris Kastriotin. Dhe njëkohësisht do të bëhet edhe intonimi i himnit kombëtar. Loris, për favor.
kemi rritur në momentin më të bukur dhe më të shumë pritur të kësaj feste dhe unë pa humbur kohë ftoj Refat Jusuf Bajramin dhe Atil Nezirin bashkë me komandantin të vinë dhe të bëjnë zbulimin e këtij monumenti të Skënderbeut. Ju lutem që të bëni zbulimin. Dhe më falet në të artrokitjet e tuaj.